Shikues nderuar, mirëmbrëma, u takuam sërish sonte transmetim të drejt për drejt në emisionin tonë të përnaçëm Dritare e hapur. Jemi pikërisht në fillimin e këtij emisioni, por se sonte do dedikojmë tërësisht emisionin pyetjeve dhe përgjigjeve. Pra, siç tham, do dedikojmë tërësisht emisionin për këtë temë, pasi numri i mesazheve është shumë i madh. Ndërkohë kujtojmë edhe një herë numrin tonë telefonit 068 20 0689, numër të cilin mund dërgoni SMS me pyetje apo sugjerime. Për të dhënë përgjigje të gjitha SMS-ve, pyetjeve që kanë përritur në adresën tonë, kemi sonte nderit, kemi sërish të ftuar në studio teologun e mirënjohur, imamin e xhamisë së Dinë Hoxha Ahmet Kalan. Mirëmbrëma, nderuar dhe faleminderit që jeni sërish në studio. Mirëmbrëma, mirë se u gjatëm. Faleminderit. Pra dhe sonte kemi kthyer në një emision pyetje përgjigje për shkak të numrit të madh të mesazheve. Do të fillojmë një herë me pyetjen, thotë Hoxhë nderuar, thotë ka një vit që më ka vdekur gjyshja dhe unë kam koduar hatme, thotë tek një hoxh, thotë, por ajo sërish më del në ëndër. Çfarë duhet bëj për shpirtin e saj? Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshëm të mëshiruesit, falenderojmë Allahun Zotin krijuesin e botrave, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhamedit alayhi salatu wassalam. Normalisht që ekziston një farë lidhje mes njerëzve që janë në jetë në kësaj bote dhe të vdekurve. Për këtë arsye dhe profeti alayhi salatu wassalam na ka porositur që për të vdekurit të lutemi, të bëjmë dua sa më shumë. Janë disa gjëra që nëse i bën njeriu në këtë botë, sevapet dhe shpërblimet i shkojnë të vdekurit, siç është për shembull kryerja e umrës ose kryerja e haxhit, ose dhënia e sadakas, dhënia e lëmoshave të ndryshme, shlyerja e borxheve që ata kanë lënë, çuarja në vend e amaneteve që ato na kanë lënë dhe lutja për ta. Gjitha këto domethënë i shkojnë të vdekurit, pasi ka transmetime të sakta se të gjitha këto vepra të mira i shkojnë të vdekurit. Gjithashtu nëse ai ka lënë diçka që prej saj përfitojnë njerëzit, qoftë dija apo pasuri, edhe kjo gjithashtu i bën dobi të vdekurit. Si bëhet për shembull nëse një i vdekur na del në gjumë, pra na del në ëndër, na shfaqet vazhdimisht. A do të thotë kjo se ka një mesazh apo ai ka nevojë për diçka, apo ne duhet të rregullojmë diçka, Zoti po na jep një mesazh nëpërmjet të vdekurit. Nuk është të thënë që kur na del një i vdekur në ëndër do të thotë që ai po vuan apo ka një të keqe edhe ka nevojë për ndihmën tonë. Mirë, po mund të jetë një mesazh për ne, për diçka që ne nuk kemi për shembull aty ku duhet në raportet me Zotin, dhe vjen ai i vdekur pikërisht në atë moment për të dhënë ty Zoti një mësim, si më thënë, ose një lloj orientimi që futju rrugës Zotit, futju namazit, përkushtoju më shumë Zotit. Dhe në momentin që paraqitet një i vdekur do të thotë se ajo që ti duhet të ndërmarrësh është e vërtetë, sepse bota tjetër është e vërtetë. Pastaj varet se çfarë thotë i vdekurit në ëndër, varet se çfarë shpreh. Ai që është e rëndësishme në raste të tilla është që bëjmë një vepër të mirë, që sevapi i kësaj vepre të mirë të shkojë të vdekurit, e para, e dyta të lutemi Zotit për të, dhe e treta të kërkojmë Zotit falje për të. Të gjitha këto të vdekurit do t'i bëjnë dobi inshallah taala, shpresën e Zotit. Hoxhë nderuar, unë jam rritur pa nën, thotë, sepse më ka lënë shumë të vogël dhe nuk i kam shërbyer asaj, por 26 vjet i kam shërbyer vjerrës time sikur ta kisha nën. A e kam fituar uratën e Zotit, thotë, sepse i kam shërbyer me devotshmëri vjerrës? Shumë mirë, Zoti është përbleft që i ka shërbyer vjerrës, nuk ka dyshim se prej respektit dhe nderimit të bashkëshortit është respekti dhe nderimi ndaj vjerrës. Më thënë drejtën, domethënë na bën kjo pyetje të ndjehemi shumë mirë, sepse faktikisht raste të tilla janë bërë prallë nga e kaluara. Domethënë vjerrat nuk është se gëzojnë në këto ditë shenjtërinë dhe vlerën që faktikisht kanë tek Zoti për sa i përket pozitës që duhet të kenë tek nuset. Nuset duhet ta dinë se vjerrat janë nënat e burrave të tyre, gjë që do të thotë vjerrat janë xheneti i burrave të tyre. Dhe në momentin që nusja sillet mirë ndaj vjerrës, respekton vjerrën, çon në vend porositë dhe këshillat e saj, ndjek udhëzimet e saj, i bën asaj qefin, edhe nëse ajo ndoshta nuk ja qëllon, po ja bën qefin, i thot fjalën e mirë, do të thotë se urimet e vjerrës do të derdhen mbi birin e saj, urimet e vjerrës do të derdhen mbi nusen, e të gjitha këto, domethënë, do të jenë sebeb dhe do të jenë shkak për një jetë të mbar, për një jetë të mirë, e Zoti i Madh do t'ia kompensojë kësaj nusje në jetën e kësaj bote mirësjelljen e saj ndaj bashkëshort, ndaj vjerrës së saj. Kështu që sjellja e mirë ndaj vjerrës është respektim ndaj bashkëshortit. Sjellja e mirë ndaj vjerrës do të bëjë që ti të ndjesh mirësitë dhe bekimet e Zotit në këtë botë përpara botës tjetër. Unë shpresoj tek Zoti i gjithësisë që të
kesh arritur shumë bekimet e Zotit dhe mbarësi me sjelljen e mirë që ke treguar ndaj vjerrës tënde, sikur të ishte ajo nëna jote. Domethënë është një akt për të lavdruar, domethënë është një akt për të nderuar. Zoti i shtoft në mesin e familjeve tona këto nuse, të cilat tregojnë kujdes dhe dhimbshuri dhe respekt dhe dashuri për vjerrat e tyre. Ditën që varroset njeriu, shpirti dhe trupi janë bashkë në varr dhe ç'ndodh atë ditë me trupin dhe shpirtin e tij. Ne muslimanët besojmë në botën tjetër dhe pjesë e besimit në botën tjetër është besimi në atë që ndodh në jetën e varrit. Ne muslimanët besojmë në atë që ka lajmëruar Zoti në Kur'an. Zoti thotë në Kur'an: "En-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawm al-qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab." Zjarri i xhenemit i paraqitet Firaunit çdo mëngjes dhe darkë, ndërsa ditën e gjykimit do të futet në dënimin e xhehenemit. Nga ky ajet kuranor kuptohet qartë se përveç xhenetit dhe xhehenemit që ne e shpresojmë, ka dhe diçka tjetër që quhet bota e ndërmjetme, barzakh. Barzakh do të thotë bota e ndërmjetme, që do të thotë jemi në jetën e kësaj bote që quhet dunja ose dunja, jeta e kësaj bote, kemi jetën e botës tjetër që quhet ahiret, pra bota tjetër, dhe kemi një botë të ndërmjetme mes dy botëve të kësaj bote dhe ahiretit që quhet barzakh, bota e ndërmjetme. Njeriu ashtu siç sprovohet në jetën e kësaj bote, do të sprovohet edhe në jetën e varrit, ndërsa ahireti, bota tjetër, është bota e shpërblimit ose e ndëshkimit, ku njeriu nuk kalon më, nuk do të kalojë mos prova siç kalon në këtë botë dhe siç kalon në jetën e varrit. Normalisht që profeti i Zotit Muhamedi alayhi salatu sallam, duke pas kontaktin me Zotin dhe inspirim të drejtë për drejtë nga Zoti i gjithësisë, ashtu siç edhe e thot Zoti në Kur'an: "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Muhamedi nuk flet nga vetja e tij, nuk flet nga dëshirat e tij, çdo gjë që ai e thot për Zotin e tij. Profeti Muhamedi alayhi salatu sallam na ka treguar në një hadith, pra në një ngjarje që ai e ka shpjeguar domethënë për besimtarët, dhe tregon se çfarë ndodh me njeriu në momentet e fundit të jetës së tij. Dhe thot, hadithi është një hadith i njohur, hadithin e transmeton Imam Ahmed ibn Hanbali në Musnedin e tij, dhe thot se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ishin një ditë thot në një xhenaze, ndërkohë që po prisnim të vinte xhenazja dhe po hapej varri, profeti alayhi salatu wasalam mbajti një fjalim dhe tha: "Në momentin që besimtari është në momentet e fundit të jetës së tij, pra duke dhënë shpirt, i hapen perdet dhe syu i tij sheh pafundësisht. Thot dhe i shfaqen me lajket, pra engjëjt e mëshirës dhe faljes. Dhe njeriu në ato momente shikimi i tij stepet diku dhe të pranishmit nuk e vërej. Jo, nuk mund ta orientojë me njeriu në ato momente. Pra ka humbur kontaktin me njerëzit. Ka humbur kontaktin me njerëzit sepse ai ka filluar tani shoh një botë tjetër. Ai po sheh botën e mëshirës së Zotit, po sheh engjëjt, të cilët kanë ardhur për t'i marrur shpirtin. Dhe në momentin që afrohet e xheli, pra koha e fundit e vdekjes së tij, i vjen meleku përgjegjës për vdekjen, që quhet Melekul Maut, bashkë me melekët e tjerë, pra engjëjt e tjerë, të cilët janë ndihmësit e tij, të cilët angazhohen me të në çdo moment që dikujt i del shpirti. Dhe meleku i vdekjes në atë moment i drejtohet shpirtit besimtarit, o ti shpirti i mirë dhe i bekuar, dil për në mëshirën e Zotit dhe faljen e tij dhe bekimet e tij. Thot profeti alayhi sallam, në atë moment shpirti i besimtarit del nga trupi i tij, ashtu siç derdh ndonjëri prish ujin nga ena, pra pas një lloj sikleti, del me një herë dhe lehtë. Merret, thot profeti sallallahu alajhi wasallam, merret shpirti i tij dhe vendoset në pëlhura prej pëlhurave të xhenetit dhe del prej trupit të tij një aromë e mirë që gjithë gjallësat e ndjejnë atë aromë përveç njerëzve dhe xhinëve. Merret trupi i tij dhe vendoset, shpirti i tij dhe vendoset në pëlhurat e parajsës dhe e marrin me lajket, meleku i vdekjes mbaroi punën, nxorri shpirtin dhe kaq ishte puna e tij, pastaj procedurat i vazhdojnë me lajket e tjerë, të cilët janë bashkë me melekun e vdekjes. E marrin shpirtin e tij dhe e ngjisin për në qiell tek Zoti, dhe sa herë që e takojnë me lajket e përshëndesin dhe e urojnë dhe e bekojnë me bekimet më të mira dhe emrat më të dashur që ai ka pas në këtë botë. Derisa kalojnë qiellin e parë, të dytin, tretin, katërtin, pestin, gjashtin, shtatin dhe derisa shkojnë tek Arshi dhe shkon pra në prezencë të Zotit xhel xelaluhu
Dhe atje Zoti u thot me lajkeve, shkruajini emrin e robit tim në librin e të lartëve, pra në librin e xhenetlive. Dhe pastaj kthehet sëri shpirti i tij, zbret nga qiejt dhe vjen për tek varri i tij. Në momentin kur njerëzit po largohen nga varri i të vdekurit, shpirti i tij vjen dhe kthehet në varrin e njeriu dhe kthehet në trupin e tij. Mirë po, nuk kemi të bëjmë më tani me një jetë si kjo jeta jonë, e cila funksionon nëpërmjet frymëmarrjes, nëpërmjet të ngrënit dhe të pirit, është krejt një jetë tjetër. Ashtu siç edhe jeta në barkun e nënës është një jetë krejt tjetër, ashtu siç jeta e shpirtrave përpara se të vijë njeriu në këtë botë është një jetë krejt tjetër që ne nuk e dimë se si funksionon, po kështu edhe jeta e varrit është një jetë krejt tjetër e cila funksionon sepse është botë është metafizike, nuk metafizike, pra ne nuk mund ta perceptojmë. Thot në ato momente kthehet shpirti në trupin e njeriu dhe njerëzit janë larguar nga varri dhe në ato momente i vijnë dy melajke për ta pyetur, njëri quhet Munker dhe tjetri quhet Nekir. Mirë po i vijnë njeriu me qetësi, me bardhësi, të veshura mirë dhe bukur dhe me dritë. Dhe e përshëndesin dhe i thon, kush ishte Zoti yt që t'i adhuroje? Thot, Zoti im ka qenë dhe është Allahu. Kush ka qenë profeti që ti ke besuar? Profeti që unë kam besuar dhe besoj është Muhamedi a.s. Cila është feja të cilës ti i e përmbajtur? Thot, unë jam përmbajtur Islamit. Kush ka qenë libri, cili ka qenë libri në cilin ti ke besuar? Libri në cilin unë kam besuar ishte Kurani. Në atë moment, besimtarit i hapet një derë nga ferri dhe i thuhet, nëse përgjigjja jote nuk do të ishte e saktë, atëherë vendi yt do të ishte në ferr. Mbyllet dritarja e ferrit dhe i hapet një dritare nga xheneti dhe i thuhet, nga që ti i e përgjigjur me sukses pyetjeve, vendi yt do të jetë xheneti dhe i tregohet vendi i tij në xhenet, se ku e ka vendin e tij në xhenet dhe derdhët nga xheneti, mirësia dhe bekimet e xhenetit në varrin e tij. Gjitha këto përjetohen në varr nga shpirti i besimtarit, mirë po ne nuk e hetojmë dot një gjë të tillë. Në atë moment i shfaqet njëri i veshur mirë, me rroba të mira dhe i thot personi, pra i vdekurit, kush je ti? Megjithse ti tregon mbarësi dhe mirësi. Thot, unë jam punët e tuaja të mira që ti ke bën në atë botë dhe Zoti më ka urdhëruar që të rri me ty derisa të vi momenti i orës i kiametit. E njeriu në atë moment i lutet Zotit dhe thot, o Zot, bëje sa më shpejt kiametin, sepse ai shes se çfarë pret në xhenet dhe do që të shkojë sa më shpejt tek mirësitë dhe bekimet e Zotit. E kundërta ndodh me shpirtin e një jo besimtari, thot profeti alayhis salam, në momentin që jo besimtari është duke dhënë shpirt, i vijnë me lajket e dënimit dhe ai i sheh ku mbaron shikimi. Pra edhe këtij njësoj si besimtarit i shkon shikimi pafundësisht. Dhe në momentin që vjen ora dhe çasti i xhelit pra për të dalë shpirti, i vjen meleku i vdekjes në kokë dhe i thot, o ti shpirt i poshtër dhe i mallkuar, dil në hidhërimin e Zotit dhe në mallkimin e tij. Në atë moment shpirti i jo besimtarit shpërndahet në trupin e tij, sepse nuk do të dalë pasi e ka dëgjuar se çfarë pret. Dhe thot profeti alayhis salam, dhe e nxjerr meleku i vdekjes shpirtin me ganxha nga trupi i tij dhe normalisht jo besimtari e vuan shumë këtë moment. Derisa të dalit shpirti nga trupi i tij, vendoset në disa pëlhura të ferrit, pra që janë krejt zjarr. Aty vendoset shpirti i tij dhe merret për të ngjitur në qiell. Prej trupit del një aromë e keqe. Me lajket nuk e përshëndesin kur ngjitet në botën e qiejve, derisa ngjitet në qiellin e parë. Dhe në momentin që trokitet në qiellin e parë për të vazhduar domethënë vimësinë e udhëtimit, nuk i hapet dera e qiellit të parë dhe hidhet në varrin e tij. Në momentin që hidhet në varrin e tij, pra kur janë larguar njerëzit, i vijnë dy melajke, po jo si rasti i parë, por dy melajke të zeza me ngjyrë të errët, të trishtueshëm, i vijnë befasisht dhe i bëjnë tre pyetje: kush ishte Zoti yt, kush ishte profeti yt, cila ka qenë feja jote dhe cili është libri të cilit ti je referuar. Dhe jo besimtari nuk di si të përgjigjet, s'di çfarë thot, dhe i hapet një dritare nga parajsa dhe i thuhet ky do të ishte vendi yt nëse ti do të ishe besimtar. I mbyllet dritarja e parajsës dhe i hapet një derë nga ferri dhe çfarë ka në ferr dhe në xhenem, derdhët në varrin e tij,
Pastaj paraqit një njeri me rroba të këqija, me erë të keqe, thotë po ti kur shihe se ti nuk ke premisa për mirë, thotë unë jam punë të këqija që ti ke bërë në dynja, thotë o Zot mos e bëj kurrë orën kiametin, pra i lutet që mos ndodh kiameti sepse e din se çfarë e pret kur do të bëhet kiameti. Normalisht që jeta e varrit është pjesë e besimit të fshehtën, për cilën besimtari e beson sepse ka lajmëruar për të Zoti dhe ka lajmëruar për të profetit sallallahu alajhi wasallam. Dhe nuk është e çuditshme për një besimtar që beson se ka të bëjë me një Zot i cili është absolut, që të ketë jetë varrit, të ketë ditë gjykimit, të ketë xhenet, të ketë xhenem, sepse Zoti është absolut dhe nuk ka gjë që është e pamundur për Zotin. Normalisht këtu mbetet një fije dileme dhe dyshimi, se dikush mund të thotë po ne kemi hapur shumë vorra dhe nuk kemi parë njerëz duke u djegur, as nuk kemi parë njerëz që duke u shpërblyer. Përgjigja është po të ishin parë njerëz duke u dënuar ose të ishin parë njerëz duke u shpërblyer, atëherë do të bëheshin gjithë besimtar. Puna është që njeriu të besojë pa parë. Pra zhvillohet në tjetër dimension. Besimi është që njeriu qetësohet shpirtërisht pa parë. Edhe Zotin nuk e kemi parë, si e besojmë Zotin. As engjëjt nuk i kemi parë, si besojmë profetët nuk i kemi parë, si besojmë librat nuk i kemi parë si kanë zbritur, si besojmë. Pra besimi është që njeriu qetësohet me atë që ka ardhur si lajm nga Zoti ose i dërguari i tij sallallahu alajhi wasallam. Pastaj është jetë shpirtrash, është njësoj si ku me pas dy veta duke fletë gjumë dhe ne i shohim këta dy njerëz duke fletur gjumë. Kemi vendosur aparatura dhe gjithçka. Njëri është duke parë një ëndër të mirë, po martohet, marrësie, bekime, ku diun. Tjetri është një ëndër sikur e kanë kap, po rrahin, po e djekin, po e hedhin nga mali. Dhe të dy janë gjumë. Ne nuk hetojmë dot se kush po sheh këtë ëndër dhe kush po sheh këtë ëndër. Dhe vjen një moment që i pari zgjohet, i lumturuar, i kënaqur, dhe vjen një moment që tjetri zgjohet, i trembur, i djersitur e kështu me radhë. Ne nuk vetëm kur na thon ato që un kam parë këtë ëndër, do të thonë edhe jeta e varrit është jetë shpirtërore që do të thonë dimensionet ndryshojnë nga dimensionet e kësaj bote. Në këtë botë primar është trupi dhe sekondar është shpirti, ndërsa në jetën e varrit primar është shpirti dhe sekondar është trupi, ndërsa në ahiret në botën tjetër do të jetë përsëri primar trupi edhe sekondar do të jetë shpirti. Pra jeta e botës tjetër do të përjetohet me mish dhe me shpirt. Jeta e kësaj bote përjetohet me mish dhe me shpirt, ndërsa jeta e varrit përjetohet me shpirt, pastaj pasojat e asaj vijnë tek njeriu në varr. Ashtu siç mund thotë dikush që ne nuk kemi parë ndonjë varr që ketë lulishte apo të ketë, ne kemi parë varre që njerëz kemi parë flag duke dalë nga varret për shembull. Kemi parë njerëz që kur janë hapur varret e tyre, koka, domethënë kafka ka qenë tek këmbët ose kockat kanë qenë të mbledhura me njëra tjetrën. Pa ka ndodhur diçka aty. Normalisht që mund të jetë pjesë e dënimit të varrit, kjo gjë që ka ndodhur domethënë. E ngjarje të tjera, njerëz që e pyetën njërin, tregohet si ngjarje domethënë, njëri vjet të qefinat e të vdekurve. Bëhet fjalë për kohët më herët kur njerëzit kanë qenë domethënë nevojtar, problematik. Shkonte masi vdeste dikush, i vjet të qefinin, e pastronte dhe e shiste prapë si qefin. Dhe ky vjen një moment që pendohet shumë tek Zoti, pendohet, fillon faljen dhe hoqi dorë për kësaj pune. Dikush që e dinte, e mori një ditë në vete dhe i tha, o filani, tha, po ti ke pas bërë, ç'ne me fjalë që i e këtyre kaq shumë. Tha, e di si është puna, tha, kam hapur, tha, më shumë se 1000 varre, nga këto 1000 varre 10 i kam gjetë me fytyrë nga qabja, të gjithë të tjerët i kam gjetë me fytyrë nga e kundërta e qabës. Që do të thotë se ka një jetë varri ku njeriu do të shpërblehet dhe ku njeriu do të ndëshkohet. Normalisht kjo është pjesë e besimit në gajb, pra në besimin metafizik, pra në të fshehtën, gjë për cilën Zoti thotë në Kur'an, në librin e muslimanëve, thotë Elif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Elif Lam Mim, ky është libri në të cilin nuk ka në të asnjë lloj dyshimi, udhëzues për njerëzit e devotshëm të cilët besojnë të fshehtën. Pra nuk mund të jesh besimtar por nuk besove të fshehtën. Sprova e besimit është që ti të besosh në atë që nuk e sheh. Se po ti ishte e dukshme të ta besonin të gjithë. Pra na hungur shumë kohë konsumimi kësaj pyetje, ndërkohë kalojmë tek pyetja tjetër. Hoxhë nderuar, thotë jam një nën muslimane dhe 2 djem thotë i kam jashtë shtetit. Çfarë duhet bëj thotë që të marr shpërblim për
Çfarë duaje duhet bëj, thotë që ata të marrin shpërblim në këtë muaj Ramazan. Zoti të ruajt e Zotit bekoft nënën e nderuar, lutja e nënës është gjëja më e mirë që ti mund t'i ofrosh djemve të tu në këtë Ramazan. Lutju Zotit që Zoti t'ju udhëzoj, lutju Zotit që Zoti t'i mëshiroj, lutju Zotit që Zoti t'i bekoj, lutju Zotit që Zoti t'u bëj jetën e mbar, lutju Zotit që Zoti t'u japi harmoninë në familje, lutju Zotit që t'u japi Zoti pasardhës të hajrit dhe të mirë. Lutja jote është lutje që shkon tek Zoti xhelaluhu. Ajo që është shumë e rëndësishme, lutju Zotit që t'i udhëzojë në Islam, të fe dhe në besim. Kjo është dhurata më e mirë që mund t'i bëjë një nën fëmijës vet. Hoxhë nderuar, çfarë është hijabi për një femër dhe e ka detyrë ta vendosë atë? Hijabi ose mbulesa e muslimanës është diçka që dihet, domethënë në traditën islame, Zoti i gjithësisë e ka përmendur në Kur'an. Profeti alayhi salatu wasalam ka orientuar se si duhet të jetë hijabi. Thot Zoti në Kur'an: "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin." O profet, thuaj grave të tua, bashkëshorteve të tua, pra thuaj bijave të tua, thuaj grave besimtare që t'i derdhin shamijat mbi mantot, pardesyt, pra shamia derdhet mbi pardesyt. Normalisht që Zoti xhelaluhu e ka obliguar këtë gjë për femrën, jo si kusht për të quajtur një femër muslimane, jo kusht, por si një detyrim, pra një farz, një vajxhib që Zoti ja ka bërë femrës, dhe femra muslimane duhet të përgjigjet këtij urdhrit të Zotit në mënyrë që të arrijë kënaqësinë dhe mëshirën dhe faljen e tij. Zoti kur e obligoi hijabin për femrën, e obligoi se i deshja saj të mirën dhe deshi ta ruajë atë nga çdo e keqe, deshi ta ruajë atë nga çdo gjë që e dëmton. Për këtë arsye Zoti e obligoi hijabin dhe normalisht një shoqëri e mbushur me femra të mbuluara është më e ruajtur, më e kujdesshme, më e mbrojtur nga immoraliteti se sa një shoqëri ku femrat dalin më shumë të zhveshura se sa kur shkojnë në shtat me bashkëshortet e tyre, Kështu që Islami ka orientuar drejt hishmërisë, Islami ka orientuar drejt ruajtjes së nderit. Nderi në Islam konsiderohet i shenjtë, gjëja më e shenjtë që mund të ketë njeriu në këtë botë është nderi i tij, gjëja më e shenjtë që mund të ketë një femër në këtë botë është nderi i saj. Për këtë arsye dhe Islami i ka mshuar fort ruajtjes së nderit, ka sjellë dispozita shumë mbrojtëse që femrat ta ruajnë nderin, sepse nëse duan kënaqësinë e Zotit, femra muslimane, siç thot profeti alayhi salatu wasalam, duhet të falë namazin 5 herë në ditë, duhet të agjërojë Ramazanin, duhet të ruajë nderin dhe duhet i bindet burrit të saj. Kështu femra ka të garantuar xhenetin. I nderuar imam, kam vite që agjëroj, por me faljen e namazit kam problem pasi shoh vetëm të premteve dhe nuk di të lexoj në arabisht, por vetëm shqip thot. Ndërkohë burrim ka filluar të agjëroj vetëm këtë vit dhe ai punon me alkool, ai pranohet agjërimi? Në radhë parë ne falenderojmë motrën për pyetjen që na ka bërë. E falenderojmë se ajo është në rrugë të Zotit sepse agjeron Ramazanin prej kohësh. E falenderojmë që ajo e fal xhuman dhe kjo është gjë shumë e mirë. Dhe i lutemi Zotit, përfitojmë nga rasti pra, i lutemi Zotit që o Zot udhëzoje që të jetë me namazin në rregull. Nuk ka gjë më të rëndësishme për muslimanin se namazi i tij. Namazi normalisht për atë që nuk e di mund duket i vështirë, por realisht namazi është shumë i thjeshtë, realisht namazi është shumë i lehtë. Dhe ne kemi thënë edhe gjatë emisioneve që namazi është diçka shumë e thjeshtë. Gjithë namazi i njeriut në një ditë natë shkon 24, 25 apo gjysmë ore, pra farzi. Dhe domethënë nuk është se është diçka që përbën rëndesë për 24 orëshin që Zoti i ka lënë domethënë njeriut në dispozicion. As nuk është se nuk kemi kohë, se kohë kemi sa duash, as nuk është se kemi angazhime të tilla që 24 orë non stop. Njeriu gjen kohë, njeriu e gjen kohën. O me yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ai që i friksohet Zotit, Zoti do t'i gjejë atij një rrugëzgjidhje. Kështu që nëse do të jemi ne të sinqertë me Zotin, Zoti do të na jap hapësirat që ne të gjejmë zgjidhje për çështjen e namazit. Kështu që unë përfitoj nga rasti ta këshilloj motrën tonë që siç sakrifikon për Zotin e saj gjithë këtë kohë agjërimi pa ngrënë dhe papir, sakrifikoj për Zotin e saj nga 24 orë në gjysmë ore, sepse Zoti do ta bëjë jetën e saj të bekuar dhe të lumtur. Ndërsa në lidhje me bashkëshortin e saj, i cili agjeron për herë të parë këtë vit. Agjeron për herë të parë këtë vit dhe ai shërben alkoolin.
Ne I themi elhamdulillah, pra shikoj Zotit që ai pa gjëron, kjo është e rëndësishme. Pastaj gjërat e tjera vinë dal nga dal. Inshallah Zoti ja mundson që ai të shkojë për xhuma dhe inshallah taala ai do të orientohet tek feja e bukur e mrekullueshme islame dhe të dy bashkë inshallah taala do të vinë një ditë që do të jeni të dy me namaz inshallah taala. Ndërkohë do bëjmë një shkputje të shkurtër për të kaluar në pjesën e dytë, pjesë e cilit do të jetë vimësia e parës, pra në përgjigjen e pyetjeve që kanë mbritur. Numrin tonë telefonit 068 20 20 689. Rikthehemi pas pak minutash. Jemi rikthyer sërish në emisionin tonë Dritare e Hapur, në pjesën e dytë të këtij emisioni, pjesë e cila dedikohet tërësisht pyetjeve dhe sugjerimeve që kanë mbritur numrin tonë telefonit 068 20 20 689. Fillojmë pa humbur kohë me mesazhin e radhës. Hoxhë nderuar thot, ai personi I cili mëson përmendësh ato përgjigjet pyetjeve që ju sabobët lidhje me jetën e varrit thot. A shpëton thot nga dënimi I varrit? Shumë pyetje e bukur kjo, interesante. Nëse dikush I ka mësuar këto pyetje të përmendësh, pra kush është Zoti yt Allahu, kush është cila është feja jote Islami, kush ishte profeti yt Muhamedi, cili ishte libri I cili ti I referuar Kur'anin, nëse dikush I ka mësuar në këtë botë, a mund të përgjigjet? Jo, nuk ja mundson Zoti atij njeriu që nuk I ka besuar të përgjigjet. Është njësoj si puna e dikujt që di diçka, mirë po trembet aq shumë saqë e humbet komplet. Kështu do të jetë dhe situata me qafirë, pra jo besimtarët në varr. Ata ndoshta kanë lexuar, I dinë këto pyetje, mirë po në momentin që do të vinë provim, që është pyetja përballë dy me lajkëve, të cilat vinë në një moment befasues, trishtues, me një paraqitje të tmerrshme, domethënë, ata nuk mund të përgjigjen edhe pse ndoshta e kanë ditë përgjigjen. Ose hipokriti, pra dyftyrshi që ka bosi musliman, pra ka shkuar nëpër xhamia, po faktikisht nuk ka besu, po ka pas qëllime të tjera, ai do të thotë, po un kam dëgjuar njerëzit që thoshin diçka, pa edhe ai nuk e thot domethënë. I dëgjoj njerëzit që thoshin se kush është Zoti, kush është profeti, cila është feja dhe cili është limi. Po nuk jam mundson Zoti që të shprehet. Po përfundimi I njeriut, pra përfundimi a është tregues për vimësinë e tij në botën tjetër? Momentin që njeriu jep shpirt, mund të vuaj edhe pse mund të jetë njeri I mirë. Edhe mund të mos vuaj edhe pse nuk është njeri I mirë. Pra nuk është heka e vdekjes, pra dhimbja e vdekjes një tregues për të ardhmen e njeriu, nuk pasqyron të ardhmen e njeriu. Pra mund të jetë njeriu shumë I devotshëm dhe vuan në momentin e vdekjes. Pse? Zoti ndoshta ka përgatitur për të një grad në xhenet që akoma ai nuk arrinte dot me punën që ka bën në këtë botë. Kështu që Zoti jep dhe një vujtje në momentin e shpirtit në mënyrë që të arrijë atë grad që Zoti ka përgatitur për të. Ose mund të jetë besimtar, po gjunafçar I madh, vuan shumë në momentin e vdekjes dhe si pasojë kësaj vujtje dhe dhimbje I fshihen gjunat që ka bërë. E nëse është jo besimtar, mund të vuajë në momentet e vdekjes, dhe kjo është normale dhe kjo është gjendja normale për jo besimtar që ta vuajnë shumë momentin e vdekjes dhe mund të mos vuaj. Pse? Sepse ndoshta këtij njeriu kanë mbetur akoma punë për të shpërblyer, e Zoti këtë njeri e shpërblen me fundin e jetës duke mos e bërë të vuaj në mënyrë që kur dali përpara Zotit mos ketë çfarë të kërkoj. Pra mos ketë të thotë Zotit o Zot, po prit se un kam bërë ca vepra të mira që nuk jam shpërblyer për to. Pra e shpërblen Zoti jo besimtarin nëse ka bërë ndonjë të mirë, e shpërblen në këtë botë. Dhe nëse ka mbetur diçka akoma pa shpërblyer, ja merr shpirtin, merr atlik në mënyrë që kur dalë përpara Zotit mos ketë asnjë vepër të mirë dhe përfundimi I tij do të jetë ferri zjarri i xhenemit. Hoxhë nderuar, kam filluar të lexoj Kur'anin këtë vit për herë të parë, thot, por ndërkohë midis Kur'anit gjeta disa faqe të grisura. A duhet ta lexoj këtë Kur'an apo të marr një libër tjetër? Nuk përbën asnjë lloj problemi fetarisht, domethënë pse ka disa faqe të grisura nga Kur'ani, ti mund të marrësh një Kur'an tjetër, prap nuk përbën problem. Mund të zëvendësosh këto faqe duke I fotokopjuar nga një Kur'an tjetër dhe I ke aty, nuk përbën problem, domethënë fetarisht nuk ka asnjë lloj shqetësimi në këtë mes. Hoxhë nderuar, unë këtë vit kam filluar agjerimin edhe para pak ditësh kur isha ftuar një iftar, u informova se namazi është më I rëndësishëm se agjërimi. Unë kam filluar namazin, por për kohën që ka kaluar, çfarë duhet bëjmë me namazet? Zoti të shpërbleft që ti ke filluar, domethënë të falesh, nuk ka problem për atë që ka kaluar. Yaghfirullahu, domethënë Zoti e fal atë që ka kaluar, afallahu amma salaf, Zoti e fal atë që ka kaluar më përpara. Kështu që falëndero Zotin dhe qëndro në këtë rrugë me namaz, me agjërim, e inshallah Zoti ta bëjë jetën mbar. Doja të pyesja Hoxhën, thotë, për të qenë muslimane e devotshme, a duhet patjetër të mbulosh apo mund të arrish me vepra të tjera devotshmëri?
devotshmëria është sa më shumë të përmbahet një urdhëresave dhe sa më shumë të ruhet nga ndalesat. Dhe normalisht që urdhëresat vinë me renditje, ashtu siç edhe ndalesat vinë me renditje. Për shembull, gjëja e më e rëndësishme për cilën ka urdhëruar Zoti është njësimi i Zotit. Pastaj vjen namazi, pastaj vjen agjërimi, pastaj vjen e kështu me radhë. Gjëja më e rëndësishme për cilën ka ndaluar Zoti është idhujtaria, pastaj alkooli, pastaj imoraliteti, pastaj e kështu me radhë. Pra vjen me renditje. Mbulesa është për gjërat e rëndësishme që tregojnë devotshmëri dhe përkushtim. Normalisht që nuk është gjithçka për të treguar se çfarë është një femër, nuk është gjithçka, s'ka dyshim, mirë po arritja e mbulesës është tregues i mirë, domethënë i besimit, i islamit të një femre. Dhe ne këshillim gjithë motrat tona që të mbulohen, të vendosin hijab, se do të jetë në të mirën e tyre dhe Zoti ka për t'ia bërë jetën mbar. Imam i nderuar, jam një vajzë që këtë vit kam filluar agjërimin, ndërkohë jam e sëmurë me epilepsi. Kam kaluar edhe periudha të fiktit në rrugë, pra më shprish agjërimin? Allahu xhalla xhelaluhu së pari Allahu xhalla xhelaluhu lut së pari që ty të shëroj. Allahu të shëroft, Allahu të shëroft, Allahu të shëroft. Es'alullahu al-azim rabbul arshil azim an yashfiyaki. I lutem Allahut Zotit të Arshit që ty të shëroj nga kjo sëmundje që ti ke. E para, e dyta, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, domethënë në hadithin e vërtet, innama ajruki ala qadri nasabiki. Njeriu shpërblehet sipas vuajtjes që ka, kështu që shpërblimin e keni më të madh inshallah taala. Ndërsa për situatën në fjalë, ne themi ashtu siç thot Zoti, Allahu s'e ngarkon njeriu te mundësive që ai ka. Kështu që nuk është diçka që ti e bën vetë dhe me dashje, kështu që Zoti ta lehtësoft. Nëse agjërimi ty nuk të dëmton, vazhdoje agjërimin. Nëse duhet ta prishësh kur je në këtë gjendje, prish agjërimin dhe agjëron një ditë tjetër. Allahu ta lehtësoft dhe Zoti të shëroft. Imam i nderuar, sot më ka ndodhur që disa minuta para iftarit e kam prishur agjërimin pasi kisha orën keq në makinë thot. E fillova prapë deri 20 minuta më pas kur ishte edhe koha e çelës së iftarit, por sa duhet ta zëvendësoj këtë ditë apo jo? Kjo ditë nuk ka pse të zëvendësohet, sepse kur njeriu gabon dhe e prish pa dashje, pa qëllim, nuk quhet prishje dhe e vazhdon agjërimin më pas dhe pastaj kur vi koha e çeljes, e çel sërish. Një ngjarje e ngjashme ka ndodhur në kohën e Profetit alayhis salam. Një re kishte zënë horizontin dhe njerëzit kujtuan se dielli kishte perënduar dhe e çelën. Kur reja u largua, njerëzit domethënë pan diellin sërish. Pan diellin sërish dhe Profeti alayhis salam nuk ju tha që duhet ta përsërisnin sërish ditën. Imam i nderuar, lejohet që një fëmijë 9 vjeçar i cili din më shumë se 2 xhuze Kur'anit dali imam për të rriturit? Nuk ka mosh për imamin. Imami mund të jetë 7, mund të jetë 8, mund të jetë 9, nuk përbën asnjë lloj problemi fetarisht, përderisa është më i ditur se të tjerët në Kur'an dhe di rregullat e namazit. Pra mos jetë një fëmijë që di Kur'an dhe s'di rregullat e namazit, rregullat e pastërtisë. Pra nëse i di rregullat e pastrimit dhe të pastërtisë, i di rregullat e namazit dhe din më shumë Kur'an se sa të tjerët, ai mund të futet imam. Ka transmetime të sakta se prej shokëve të Profetit alayhis salam ka pas prej atyre që ishin 7 vjeç që futeshin imam për burrat më dhënë. Transmetimi është i saktë, 7 vjeç dhe ai futej imam për burrat e mëdhenj, pse se dinte më shumë Kur'an dhe ishte shumë i informuar për çështjet e fesë. Kështu që udhëheqja në namaz nuk ka ndonjë kriter moshën, por ka kriter të rëndësishëm dijen. Imam i nderuar, jam një nënë re që agjëroj prej vitesh, ndërkohë është keq se nuk kam kohë ta lexoj Kur'anin në këtë muaj, por se mund ta lexoj një muaj tjetër. Allahu ta lehtësoft, nëse ne do të dim ta programojmë kohën mirë, do të gjejmë kohë edhe për Kur'anin, sepse Ramazani është muaji i Kur'anit dhe unë këshilloj të gjithë motrat dhe të gjithë vëllezërit që të përkushtohen më shumë Kur'anit në këtë muaj. Nëse besimtari ose besimtarja për çdo namaz do të kushtonte Kur'anit 4 faqe, do ta lexonte të gjithë Kur'anin në një muaj. Profeti alayhis salam e kishte traditë që në çdo Ramazan e mbaronte Kur'anin me Xhibrilin, ndërsa në vitin që ka ndruar jetë e ka mbaruar Kur'anin me Xhibrilin 2 herë, pra ka përsëritur Kur'anin nga fillimi deri në fund. Imam i nderuar, unë nuk i kisha bërë plan të agjëroja sepse nuk isha agjëruar një vit dhe pushimet i kam planifikuar para 2 muajsh dhe mbinin pikërisht në këtë muaj agjërimi. Ndërkohë 2 ditë pas Ramazanit kam filluar agjërimin. A duhet të shtyj pushimet apo të shkoj për pushime, pastaj ato 10 ditësh ta zëvendësoj pas Ramazanit? Në momentin që njeriu pra ka filluar risha së agjërimit, si kishte planifikuar. Në momentin që e fiton statusin e udhëtarit dhe ti del nga qyteti, do të thotë se e ke lehtësimin për të mos agjëruar. Rëndësishmë është që të agjërosh më vonë.
Kështu që nuk përbën problem fetarisht pse ti e ndërpret për shkak të vajtjes me pushime dhe pastaj kur të kthehesh më vonë nga dimri, për shembull ja gjëron prapë këtë ditë, nuk ka problem fetarisht. Imam e nderuar, e merr shpërblimin e natës Kadrit çdo agjërues që agjeron gjithë muajin e Ramazanit? Profeti sallallahu alajhi wasallam për të arritur shpërblimin e natës Kadrit nuk ka vënë si kriter agjërimin. Nuk ka thënë asnjëherë men sa me lejletul qadr, kush agjeron natën e Kadrit, por ka thënë men ka me lejletul qadr, kush adhuron Zotin natën e Kadrit, kush e kalon natën e Kadrit me përkushtim dhe adhurim ndaj Zotit xhalla xhelaluhu. Kështu që nata e Kadrit duhet bërë me adhurim, duhet kaluar me adhurim, pavarësisht se njerëzit agjërojnë, dhe kjo është gjë shumë e mirë, po faktikisht profeti thotë kush çohet natën e Kadrit, duke i bërë Zotit adhurim dhe i përkushtohet Zotit me lutje dhe me dua, Zoti do t'ia falë gjitha gjunat që ka bërë më herët dhe çdo adhurim që bën njeriu natë shpërblehet sa për 83 vjet, madje edhe më shumë, si mirësi dhe bekim prej Zotit për besimtarin që e kalon këtë natë me lutje. Imam i nderuar, dita e gjykimit bëhet për të gjithë njerëzit në një ditë apo për popull të ndryshëm në ditë të ndryshme? Dita e gjykimit quhet ditë e gjykimit se do të ndodhë vetëm një herë. Dhe do të ndodhë për të gjithë popujt, për të gjithë profetët, për njerëzit dhe për xhindët. Një herë do të ndodhë, ajo do të jetë një ditë e cila do të zgjas 50.000 vjet, siç thot Zoti në Kur'an. Imam i nderuar, janë thtarët e librit se përmendet shpesh në Kur'an, sepse kanë filluar të lexojnë për herë të parë këtë vit Kur'anin, por nuk e kuptoj ç'do të thotë. Thtarët e librit quhen pasuesit e librit, domethënë të krishterët dhe hebrejt. Normalisht që të krishterët me dy degëzimet e tyre dhe hebrejt në Islam gëzojnë një status të veçantë, quhet statusi i thtarit të librit. Kështu që ne kemi shumë raporte, domethënë raporte të mira bashkëjetese, të orientuara sipas Kur'anit dhe të orientuara sipas traditës profetike në lidhje me fetë që kanë origjinë qiellore, në lidhje me fetë të cilat kanë një origjinë qiellore, siç ndodh me krishterët që origjina e fesë tyre është qiellore, siç ndodh me hebrejt që origjina e fesë tyre është qiellore. Kështu që neve na lejohet të ushqehemi me ushqimin e tyre, lejohet të ushqejmë ata me ushqimin ton, lejohet të martohemi me vajzat e tyre, lejohet që të kemi marrëdhënie të mira, domethënë lejohet që të kemi marrëdhënie tregtie kështu me radhë. Çdo gjë domethënë është brenda normave më të larta të bashkëjetesës, sepse Zoti e ka përmendur këtë në Kur'an, e përderisa ka përmendur në Kur'an Zoti këtë, nuk i lejohet askujt që ta diskutojë. Madje profeti i Zotit sallallahu alajhi wasallam ka dhënë shembullin më të lartë të bashkëjetesës dhe harmonisë me fetë dhe besimet e tjera, dhe normalisht që ne muslimanët ndjekim këtë rrugë dhe ne si shqiptar, dhe kjo është një mirësi e Zotit, hoxhallarët dhe dietarët tanë të hershëm na e kanë lënë si traditë dhe si amanet shkuarjen mirë, bashkëjetesën dhe harmoninë me fetë dhe me besimet e tjera, dhe gjithë hoxhallarët që ne njohim, domethënë cilët ushtrojnë aktivitetin e tyre në Shqipëri, janë në gjurmët e hoxhallarëve dhe dietarëve, të cilët kanë orientuar drejt kësaj gjëje, si Vebi Dibra, Hafiz Ibrahim Dalliu, Ali Korça, e kështu me radhë. Zoti i mëshiroft dhe na bashkoft me ta në xhenetet e tij më të mirë. Imam i nderuar, më ka ndodhur ta fal sabahun, pastaj jam shtrirë për të fjetur dhe kam dëgjuar ezanin që njoftonte faljen. A duhet ta fal sërish sabahun për këtë ditë thot? Dhe çfarë këshillon hoxha në lidhje me xhelozinë midis bashkëshorteve, pasi jam shumë xheloze? Në radhë parë në lidhje me ezanin, varet se kur e ka thirrur muezini ezanin, nëse muezini e ka thirrur mbas kohës, atëherë namazi është në rregull. Nëse ti e fal përpara kohës, atëherë namazi jot nuk është në rregull. Ndërsa për sa i përket xhelozisë mes bashkëshortëve, kjo është normale, po problemi është që nuk duhet të tejkalojë caqet. Në momentin që tejkalon caqet e shkatron jetën bashkëshortore. Kështu që me karar, çdo gjë të jetë me karar. Imam i nderuar, kam falur namazin për herë të parë në jetën time para disa ditësh. Ndërkohë kur shkova në xhami e parë që namazi im nuk ishte i rregull, pra kisha falur me gabime. A duhet ta përsëris këtë namaz? Në radhë parë ne të falenderojmë ty që ti ke falur namaz, pastaj ke parë që namazi në xhami ishte tjetër nga ai që ti ke falur, nuk ka problem. E rëndësishme është që ti pajisur në xhami me një libër, me një flet palosje për namazin, dhe dal nga dal do të mësosh. Edhe ne kur e kemi mësuar në fillim, bëhet fjalë vitin 1992, kështu e kemi mësuar. Shkruajmë gjëra që nuk i kuptojshim, i mësuam ato fjalët, i mësuam veprimet, por nuk e dishim çdo thotë rekat, çdo thotë ruku, çdo thotë sejdë. E kur kemi vajtur në xhami, pavarësisht se çdo gjë e kishim mësuar përmendesh, mirë po nuk e dishim, kështu që bëheshim siç bëjnë njerëzit, derisa fituam atë mënyrën se si bëhet veprimi, pastaj më vonë
duke vendosur pastaj atë që kishin mësuar në atë që mësonin në praktikë. Kështu që adhurimi i namazit është adhurim praktik, kështu që është normale që njeriu të mësojë duke parë njerëzit. Kështu që ti mos u shqetëso për atë që ka kaluar, e rëndësishme është duhet shohësh përpara dhe për këtë ti duhet pajisesh me librin e namazit dhe inshallah taala çdo gjë do të vejë mbar. Imam i nderuar, duhet pyes thot në lidhje me sadakan dhe zekatin në këtë muaj, thot kur duhet ta bëjmë, në çfarë kohë dhe kur është më mirë? Zekati faktikisht është një adhurim i cili ka të bëjë me vitin lunar dhe jo me vitin diellor. Për këtë arsye është mirë që të fiksohet një datë ndër këto datat, siç është Bajrami, siç janë dita Ashuras, pra datat të cilat janë fikse, në mënyrë që njeriu të jetë korrekt në vendin e zekatit ose një nga ditët e Ramazanit, edhe kjo është gjë e mirë domethënë, që njeriu pra thjesht ndihmon për të fiksuar një datë, të fiksuar datën. Ndërsa sadaka e fitrit ose zakati i fitrit jepet në fund të Ramazanit për çdo antar të familjes, detajet për të cilat ne do të japim më vonë inshallah taala. Në emisionet të cilat do të vinë më vonë. Imam i nderuar, a duhet bërë niyet me zë për namazin, abdesin dhe agjërimin? Niyet çdo thot, niyet do thot qëllimi, dëshira dhe konscienca e njeriu për të bërë një vepër të caktuar. Vetdia e njeriu se do të bëjë një vepër të caktuar, ky është niyeti i tij, dhe nuk ka nevojë që njeriu ta shprehë atë me zë, as përpara abdesit, as përpara namazit, as përpara asnjë adhurimi, pasi për këtë nuk ka argument nga profeti i Zotit sallallahu alaihi wasallam. Imam i nderuar, çfarë ndodh me atë personi i cili e ka lënë amanet që digjet kur të vdes, pra që të shpëtojë nga bota tjetër? A shpëton ai nga dënimi i parë dhe shpirti i tij as duket bashkë me trupin? Është interesante kjo pyetje sepse ka të bëjë me terminologjinë fetare që thot jeta e varrit, jeta e varrit. Faktikisht është quajtur jetë e varrit sepse shumica e njerëzve varrosen. Po faktikisht në gjuhën e fesë ai nuk e ka emrin jeta e varrit. Pra po ta shohim në gjuhën arabe, terminologjia fetare që përdoret është el-barzakh. El-barzakh do thot jeta e ndërmjetme. Ndërsa jeta e varrit, nga që shumica e njerëzve futen në varr dhe varrosen, ka marrë këtë emër. Po faktikisht ai s'ka lidhje me varrin. Dikush mund digjet, dikush mund të hajnë kafshët e egra, dikush mund të murosët, dikush mund të hidhet në det, etj, por se jeta e varrit është për gjithë njësoj. Pra jeta e barzakhut, jeta e barzakhut. Shpirti nuk zhduket bashkë me trupin kur digjet. Absolutisht, nuk zhduket shpirti. Edhe nëse trupi digjet apo hidhet në erë apo hidhet në ujë, s'ka lidhje. Imam i nderuar, ndryshon veshja e muslimanit gjatë muajit Ramazanit? Muslimani vishet mirë dhe bukur gjithmonë. Nëse thot a ndryshon veshja e muslimanit, nuk kupton që vishet më mirë, është më i kujdesshëm, ndoshta mundet. A kupton që tregoj që është në këtë muaj të begat dhe të mrekullueshëm. Por se nuk është se ka diçka nga feja që thot kur tjetë Ramazani muslimani duhet vishet tjetër soj, duhet vej atë takije në kokë apo duhet, nuk është se ka diçka. Do të thotë çështje e lirë. Njeriu vishet si doj, paraqitet si doj, rëndësishme është që mos të bëj diçka të ndaluar. Imam i nderuar, ka vite që agjeroj thot por këtë vit kam filluar dhe namazin, por nuk ndihem mirë në namaz. A është kjo një tregues që agjerimi im nuk është i rregullt? Është normale që njeriu, domethënë në fillimet e namazit ti mos t'ia ndjej ndoshta shijen namazit, mirë po më vonë ke për ta parë që do ta ndjesh dhe do të jesh shumë mirë inshallah taala me namazin tënd. Kështu që Zoti ta bëjë mbar. Mos u mërzit, lutju Zotit që të jap ëmbëlsim dhe shije në namazit. Ndoshta, domethënë ne nuk i kushtojmë rëndësinë e duhur namazit, për këtë arsye dhe nuk e ndjejmë shijen, se po t'ja japim rëndësinë e duhur namazit, do t'ja ndjejmë shijen. Pra po të mendojmë se në momentin që themi Allahu Ekber, kemi të bëjmë direkt me Zotin, ti je e sigurt se do t'ja ndjesh ëmbëlsinë dhe shijen namazit. Imam i nderuar, lejohet muslimanëve që të frekuentojnë fallxhorët dhe magjistarët thjesht për të debatuar me ta? Më mirë është që muslimani të largohet debatit me këta njerëz, sepse ai njeri që debaton me këta njerëz duhet të jetë i mirë informuar fetarisht. Pra duhet të ketë njohuritë e duhura fetare për të bërë debat me këta njerëz, sepse besimtarët e thjesht nuk mund të përballen me këta njerëz. Kështu që ne nuk i këshillojmë besimtarët për të vajtur te këta njerëz as për debat. Nëse qëllon ndonjëherë që jeni në takim,
dhe e kundërshton dhe ja hedh poshtë kotën, nuk ka problem. Ama që ti ta bësh si qëllim në vetvete që të gjej këta njerëz, të shkoj këtyre njerëz për debat, nëse nuk e ke dijen e duhur fetare, unë nuk ta këshilloj një gjë të tillë. Imam i nderuar, si klasifikohen haramet dhe ju lutem më thoni disa nga haramet dhe gjunafe që shkatrojnë besimin dhe veprat e njerëzit. Gjunat dhe mëkatet në Islam ndahen në mëkatet të mëdha dhe mëkatet të vogla. Mëkatet e mëdha të cilat janë të rrezikshme për besimtarin është idhujtaria, mos respektimi i prindërve, ngrënia e pasurisë së jetimit, kamata, pra interesat bankare, akuzimi i tjetrit dhe shpifja për dikë, padrejtësisht, imoraliteti, ngrënia e pasurisë së jetimit. Pastaj vijnë të tjerat me radhë, domethënë. Imam i nderuar, ndezja e qirinjve një natë para Bajramit, a është sevap për të vdekurit? Nuk ka në asnjë nga nenet e legjislacionit islam diçka që thuhet ndezja e qiririt. Nuk ekziston, nuk është traditë islame. Është një traditë e huaj dhe ne si musliman duhet jemi larg kësaj tradite, sepse nuk lejohet. Sidomos kur bëhet fjalë për varrezat. Ka një thënie të profetit alayhis salam që thotë mos ndizni zjarr në varreza. Dhe muslimanët shkojnë të bëjnë atë që ka ndaluar profeti alayhis salam, dhe kjo normalisht nuk është e mirë as për të gjallët dhe as për të vdekurit. O gjendëruara, përbën problem për besimin e njeriu nëse shkon për të shkruar hajmali tek njerëz që shkruajnë në Kur'an? Unë nuk këshilloj askënd që të shkojë tek njerëz që bëjnë hajmali, sepse këta që sot në treg, në thojza, në treg, bëjnë hajmali, janë njerëz që përveç hajmalive shkruajnë dhe disa gjëra të tjera të cilat janë problematike. Pra përveç Kur'anit, këta njerëz shkruajnë edhe diçka tjetër. Pra sikur nuska ose hajmalia të ishte vetëm Kur'an, do thoshim, dakor, kjo është një çështje për cilën ka diskutim, ka njerëz që e lejojnë, pra dietar që e lejojnë, të tjerë që e ndalojnë. Dhe ai që thotë unë e lejoj nuskën me Kur'an, ka argumente të bollshme nga feja e Zotit që bën të ketë nuska me Kur'an. Pra nuk është çështje problemi a është me Kur'an. Problemi është se ata nuska për shembull ato nuska që unë kam hapur për shembull, edhe pse kishin Kur'an brenda, shumica e tyre përveç Kur'anit kanë dhe ca shkrime të tjera, edhe ky është problem. Kanë dhe ca numra të tjerë, ky është problem. Kanë dhe ca yje me 6 cepa apo me 5 cepa, ky është problem. Pra Kur'ani i ndërlidhur me paganizmin, kjo është haram, është gjuna i madh. Kështu që unë ju këshilloj që mos bëni nuska as me Kur'an as pa Kur'an. Të gjitha janë haram në mënyrë që të pritet rruga derisa të vdesi ky brez hoxhallarësh, cilët e kanë përzier Kur'anin me gjëra të tjera. E nëse do të ketë pastaj hoxhallarë të cilët janë të mirë informuar për çështjet e fesë, cilët nuk bëjnë nuska vetëm se me Kur'an, atëherë kjo është çështje pastaj e lirë. O gjendëruar, kur ikët namazi i yatsis, në mesnat apo kur hyn koha e sabaut? Kjo është një çështje për cilën ka pas debat dhe diskutim mes dietarëve të shkollave juridike, mes hanefive dhe shumicës dietarëve, dhe mendimi më i saktë inshallah taala është se namazi i yatsis përfundon me mesin e natës, duke u mbështetur në hadithin e Xhibrilit, i cili e fali natën e dytë yatsin, sa s'kish mbetur nga mesnata vetëm se 4 rekat, dhe i tha profetit alayhis salam, koha e namazit është koha mes dy namazeve që unë të fal aty. Dhe natën e parë ja fali yatsin, mbasi u zhduk shiriti i kuq i muzgut. Po, sa kishte hyrë, dhe ja fali në natën e parë, kjo pra, sapo kishte hyrë yatsia, kur u zhduk muzgu i kuq që lën diellin mbas perëndimit, dhe ja fali natën e dytë, sa s'kish mbetur nga mesnata vetëm se 4 rekat, dhe i tha, koha e namazit është koha mes dy kohëve që unë u fala për ty. Kështu që çështja e prerë me hadith, pra është tekst i qartë. Hoxhë nderuar, gjatë muajit Ramazanit është ndaluar zinaja me gruan pas iftarit? E ka përmendur zina për marrëdhënie, por s'është zina. Marrëdhëniet bashkëtorë janë të lejuara mbas iftarit deri në kohën e sufyrit. Imam i nderuar, cili është adhurimi më i pëlqyer që duhet bëj femra kur është me cikël dhe që nuk e dëmton fenë e saj? Përmendja e Zotit, tobe istighfari, dhikri, pra dhikri duaja, edhe normalisht që mund bëhet edhe shumë vepra të tjera, siç është leximi i Kuranit, nuk përbën ndonjë problem që atë lexoj nga memoria e saj Kuranit. Të shkojnë në xhami, të prezantojë atje ku bëhen lutje,
ku jepen mësime fetare, këto janë për veprat e mira që mund bëj një femër gjatë Ramazanit dhe pse nuk falet dhe pse nuk agjeron. Imam i nderuar, para disa vitesh në rrethin e shokëve të mi kisha disa besimtarë dhe janë betuar që unë kurrë nuk do të jem prej agjëruesve, sepse më është dukur diçka e kot dhe që vështirëson njeriu. Ndërkohë këtë vit kam vendosur të mbaj agjërim. A ta mbaj agjërimin apo të ri peng domethënë i premtimit betimit që kam bërë? Përgjigjen për këtë ka dhënë Zoti në Kur'an, kur thotë mos të bëhen betimet shkak që ju mos bëni vepra të mira. Po çfarë bëjmë që janë betuar? Ky betim bie. Pra ti falenderoj Zotin që Zoti ta ka çel zemrën, që Zoti po të udhëzon në Islam, dhe kjo është mirësi e madhe pra Zoti ty të fort që ka lejuar që drita e tij të vitë këtij, kështu që ti agjëro, pastaj për këtë që je betuar nuk përbën asnjë lloj problemi. Agjëro dhe inshallah dal ngadalë me agjërimin do të lexosh edhe më shumë për fen dhe do të kuptosh që është mrekulli dhe mirësi shumë e madhe. Ndërsa për betimin që ke bërë ka një mënyrë kompensimi tjetër që do ta themi inshallah taala kur takohemi. Imam i nderuar, namazi është obligim për meshkujt apo edhe për femrat? Faktikisht ka pas një tip tradite të vjetër që thoshin vetëm burrat falen dhe gratë nuk falen, po kjo faktikisht nuk është Islam. Në Islam duhet falen gjithë, edhe burrat edhe gratë. Pra namazi është bërë obligim për çdo besimtar dhe besimtare pa dallim gjinie. Imam i nderuar, unë kam bërë një jetë të agjëroj një vit nga jeta ime thot, por sa duhet ta pres këtë vit thot kur të shkoj agjërimin dimër apo duhet të filloj që vitin tjetër ose këtë vit? Duhet të fillosh qysh nesër ta agjërosh. Kur do të vijë viti dhe çfarë garancie ke ti se ti do ta agjërosh një herë në jetën tënde? Do të fillosh qysh nesër, inshallah taala ta agjërosh dhe pastaj Allah kismet s'dihet çka ka bëu Zoti kismet në të ardhmen, ti filloj agjërimin sepse është mundësia që Zoti ta ka dhënë që ti të shpëtosh nga gjunat dhe mëkatet edhe të krijosh marrëdhënie të reja me Zotin, me Krijuesin. Ro kemi edhe pyetjen e fundit për emisionin e sotëm. Thotë Imam i nderuar, unë futem te kategoria që ju keni thënë, pra që më lejohet ta prish agjërimin. Ndërkohë kam menduar ta kompensoj agjërimin. Pra mos është më mirë që agjërimin ta kompensoj direkt në shtator sepse në atë kohë lirohem nga ilaçet apo edhe ndimër. Pasi ndimër kam frikë se quhem domethënë dyftyrësh, pasi agjërimi ndimër është më i lehtë. Zoti të shpërbleft. Jo vëlla, jo nuk quhesh dyftyrësh po ta agjërosh ndimër. Agjëron ndimër nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht. Zoti ta bëft mbar, Zoti ta bëft të shëroft dhe të ndihmoft që dalësh nga kjo situatë që ti je. Agjëro kur ti jesh më mirë, kur të ndihesh më mirë. Ndërkohë që nderuar erdhi fundi i emisionit edhe për sonte, duke falendëruar për trajtimin që i bën pyetjeve, përgjigje. Ndërkohë ju kujtoj edhe një herë numrin tonë telefonit 068 20 20 689, numër të cilin mund dërgoni SMS edhe gjatë kohës që ne nuk jemi në transmetim live dhe përgjigjet dhe pyetjeve mund t'i merrni në emisionet në vim. Deri atëherë bashkë mirëpash.